Është koha e fundit që Taravari të tërhiqet prej bisedimeve me BDI-n, thot zëvendës kryeministri Izet Megjiti. Sipas tij, nëse Taravari zgjedh të largohet nga koalicioni, qëndrimi në qeveri do të nënkuptojë që ai mund të sjellë faktor nga BDI-ja. Megjiti nuk potencoi nëse është e pranueshme për vlenë që Taravari të mbetet në qeveri nëse zgjedh të largohet nga koalicioni. Publikisht pa e ftoj të reflekton zoti Taravari, është pjesë e vlenit, e dëshirojmë brenda vlenit. Qytetarët votuesit kërkojnë që subjektet të shkrihen në një subjekt të vlenit, që të ketë dy tabore politike në kampin politik shqiptar. Kjo është opsioni më i mirë, të ketë konkurrencë mes shqiptarëve, pra mos jetë një subjekt, mos janë as 10 subjekte që të përçahet dhe digjet vota shqiptare, pra të ketë dy tabore, pra tabori më i fuqishëm është vleni, ku e ka vendin Aleanca për shqiptarët e zotit Taravari, ku e dëshirojmë, mirë po është koha e fundit pra të tërhiqet prej bisedimeve me Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk mundet pra të jetë edhe pjesë e vlenit edhe të bisedon me Bashkimin Demokratik për Integrim. Taravari ka qenë informuar për nismën për formimin e një partie, tha Megjiti. Sipas tij, ata në disa sektor të brendshëm tashmë funksionojnë si një parti. Situata e fundit e ka përshpejtuar këtë proces. Ideja për vlenin dhe për shkrirjen ka qenë prej fillimit. Po ne as kemi desh ta sforcojmë idenë, as ta çojmë në harres. Pra kemi presim momentin e volitshëm, do të thonë në harmonizim të strukturave partijake, të ideve, të programeve dhe për ta bë vlenin një subjekt. Mendoj se është moment i volitshëm për të bë hapin e radhës pra drejt shkrirjes. A do jetë shkrirja prej lart apo prej poshtë, është çështje procesi. Nëse zoti Taravari mendon që mund të ketë dy opsione, dhe për ta parandaluar domethënë shpekulimet dhe për dalë me vizionin e qartë, ne thamë që është koha mo të mbyllim këtë tema domethënë të ndarjeve, po të shkojmë drejt bashkimit, drejt unifikimit, drejt ndërtimit të vlenit si një koncept politik, i cili pra ka marrë 107.000 vota në zgjedhjet e kaluara, që është rekord vota të opozitës shqiptare në historinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Takimin e mbrëmshëm pa prezencën e Taravarit, Megjiti nuk e quajti të dështuar. Ai tha se është debatuar, por duhet vendim, nëse vlen është i vetmi opsion.